Kryeministri i Kosovës e përdori respektivisht e kesh përdori foltorën, sot shpëtoi demokracia në Kosovë. Sonte përfundoi edhe epizodi i fundit i një filmi thriller, i një kohe e cila me të vërtet secilin qytetar të Kosovës është duke u mbajt në ethe. Sonte edhe në epizodin e fundit, pra edhe në seancën e fundit, Kryeministri i Kosovës e përdori respektivisht e kesh përdori foltorën, duke e goditur skajshmërisht opozitën, duke u mundu me hudh fajin tek subjektet politike opozitare në një gjendje bukur dëshpruese dhe bukur tronditse, të cilën e solli vetë në Kosovë. Pra, edhe sonte u shpreh mlefi cili buron nga nevoja e tij me marrë dhe me pas pushtet. U fol shumë edhe për pushtetin e votës, por në asnjë moment nuk u fol për përgjegjësinë që populli i Kosovës me votë ja ka dhënë partisë të parë. 66 deputet, 51% nuk ishin të mjaftueshme për të arritur një marrëveshje, një dakordim për një president unifikues. Kjo është përkeqësardhje, është përdhimje. Mirë po, ajo që dua të them dhe që dua të adresoj sot është se sot shpëtoi demokracia në Kosovë, e cila është fituar me mund, me sakrificë dhe me shumë gjak. Pra sot fitoi Kosova. Sot nuk ju nënshtruam diktatit të numrave. Në fakt, sot ne e zbrapsëm një opcion politik i cili ishte recidivist në shkeljet kushtetuese. Padyshim që ky është një moment bukur sfidues për gjithë ne, vendi po shkon në zgjedhje, sot jemi këtu pranë flamurit të Aleancës për Armiqnin e Kosovës dhe të Kosovës të ndashur, themi se ky do të jetë edhe momenti i rikthimit të madh të Aleancës për Armiqnin e Kosovës, një rikthim i fuqishëm, një mobilizim i madh, i cili vjen nga besimi ynë të drejtën tonë, por i cili po ashtu vjen edhe nga qëndrueshmëria dhe nga fakti se në asnjë moment, në asnjë rrethon, nuk u dorëzuam edhe kur u munduam të nënçmohemi.